të zgjedhësh mënyrën për të luajtur duke ofenduar, duke marrë ofendime, duke ka trajtuar si lesbë. Unë nuk e di kush ja ka mësuar ky djali ta trajtojë atë femër si lesbë. Unë nuk e di se kush ja ka mësuar, se e tha vetëm që po duhet përmend këtë se duhet ta trash shumë mobetin, ka marrë edukime të tjera andaj nga ku jeton. Sepse nuk duhet ta kritikoj. Toros, gjatë ditës së sotme, Toros ka pasur diskutim mes 4 finalistëve, është Rozana Laerti, Egli dhe Gjesti, se pse nuk duhet ta fitoj tjetri, pra sigurisht të gjithë janë tashmë në garë për të rëmbyer çmimin e madh dhe sa kohë kanë bërë gjithë të rrugtime shohin vetën në një farë mënyre fitues të mundshëm të çmimit të madh që do të jepet në 19 prill. Si e pe diskutimin mes tyre sot? Me të drejtën për Eglin folëm dhe më njanoj. Për sa i përket Laertit e kam thënë dhe përsëris prap. Laerti e ka bërë, nuk e fama të Laertin në studiove që ishte lak, merrte ngrinte zërin e këto gjërat. Laerti do kujtohet për Laerti Saga, Laerti nga mamaja, edhe ajo e bukur është. Laertin e dashuruar apo jo? Me çil? Me Valbonën? Me çil? Para pak ditësh u shpreh që nuk e kishte parashikuar, por i ndodhi brenda shtëpisë. Çfarë ndodhi? Me Valbonën, e ke fjalën për Valbonën ndatin, sepse vetëm Valbona s'është dashuruar me asnjë atje brenda. Jo, Laerti ti ka ndodhur, pra Laerti është i dashuruar. Laerti mund dashurohet me gjithë, edhe Xhibani u dashurua me Danjën, po Danja nuk ja përshëllen dhe fare, është kot që ta diskutoj, nuk ishte stili Danjës, nuk i përsonte kushtet për Danjën, se po bëjmë të modere. E qartë. Ditën e dasmës, Valbona sigurisht në një farë mënyre nuk u përgjigj përpjekjes së Laertit për t'u përshëndetur, megjithatë Laerti ka theksuar se do të provojë të ketë një takim jashtë, ndoshta edhe të shkojë më tej. Si do të reagojë Valbona? Si mendon? Valbona është një lojtare që e komplimentoj që kapi 10-12 prajme, nuk mund të është. Është një lojtare që do kujtohet që mbajti gjithë paretisin edhe asgjë tjetër më shumë. Është një lojtare që fal Xhibanit edhe Josefin Markut që e mbështesnin në çdo luftë, në çdo debat që bënte, duhet i falenderoj ata. Në fund fare u kap te Laerti, as dashurisë ka Valbona për Laertin asgjë, por a them shumë me 100% në fjalë, jo se jam parashikues, po thjesht me atë syrin tim. Dhe tashi po e pash aty në studiet e fan klubi, po kërkonte ta zgjaste si Valbona që të zgaraviste të kapte me ndonjë vend, por Valbona këtë kohë, fjalë tashi të uroj suksesën në jetën, edhe të uroj të gjesh në punë, fjalë aty ku të pëlqen me profesionin tënd, asgjë më shumë. Edhe marrëdhënia e Loridanës me Jozin ka qenë shumë në vëmendje, janë konsideruar nga pjesa më e madhe e audiencës si çifti më i vërtet brenda shtëpisë, megjithatë pas incidentit mes Jozit dhe Gjestit, duket se Loredana të paktën çfarë shprehu në fan club se nuk kishte pasur një takim, kontakt me Jozin pas daljes nga shtëpia. Dolën të dy në të njëjtën kohë. Si e parashikon marrëdhënien e tyre jashtë shtëpisë? Mund të vijojnë? E para, duhet të them diçka. Finalen e meritonte Josefin Marku me Loredanën e jo Laerti me Eglin. Sepse ai vetëm të rikthehemi, shikojmë atë legionin që ka qesur, arbërin që ka qesur në ato batutat. Jozi ishte me të vërtet, me fjalë me gjithë me Loredanën na kanë lënë shumë foto, kujtime, video, batuta virale, meme të bukura në fjalë. Dhe nuk e meriton të daljen e para. Për sa i përket daljes, nuk ka pëlqyer ndodhja e incidenti, po do doja nga Loredana që të shkonte nga mbrapa e mos shkonte në studio, sepse ishte tamam një vajzë pornesh jugu, që të shkonte të dashurit të saj, dhe në ato momentet vështira, u tregonte dashuria dhe për Jozin. Apo jo, mos harrojmë prindrit, mos harrojmë nënat tona që i kanë gjymuar baballarëve tanë nëpër burgje dhe si kanë mohuar ndonjëherë, e jo në një reality show. Ishte ai arrestimi një herë, çfarë bëhet shumë atë arrestimi më bot. Arrestu 10 Liami, këtë vit Joz Marko. Merren edhe 2 bodyguarda aty me kostum, edhe nxjerrin inxhinier si tamam. E qartë, është një çështje tashmë ka dhe një procedim të regjistruar, është një çështje edhe ligjore, Toros, të mos i hyjmë në detaje në këtë moment. Detaje, dakor. Për sa i përket, unë uroj që do të më shkojë, uroj Loredanës që të rikthehet me Jozin.
sepse janë me të vërtet një kopje shumë e bukur që na kanë lënë mbretësa në këtë. Kaq. Çfarë mund të them për atë, për të dy tashin. E ka ndikuar Loredanën ajo që ndodhi, incidenti mes dy djemve? Po pse ku jetojmë neve? Jetojmë në Mars ose jetojmë në Paris, ose edhe mes Parisit ndodhin këto incidente, ndodhin kudo, por kur bëhet në mënyrë të tillë publike, nuk ndodh shpesh. Po sot po të përrejtën njerëzit live o Dafin dhe çishte ajo një shpull që neve, unë e kam deklaruar, ajo shpull na përçaj neve si komba ajo shpull, në të lezosh mesazhet është skandal. Jo, ato janë reagime më pas histeri kolektive, krejtësisht të papranueshme. Megjithatë, edhe dhuna nuk pranohet, qoftë në program të tillë, qoftë edhe në përditshmëri, nuk mund ta justifikojmë në asnjë mënyrë. Ai incident që na mësoi të ribashkohemi ku kemi gabimet tona, shkurt fare, ku kemi gabimet tona, të na raforcoj sa më shumë që mos të ndodhin më këto budalliqe, se po shohim share nga më skandaloze. Toros, finale e madhe është pas 2 ditësh, do të jetë një natë e mbushur me emocione, një spektakël i vërtet, shumë surpriza. Ke parashikuar që 2 finalistët, ata të fundit që do të lënë shtëpinë, janë Rozana dhe Gjesti. Apo jo? Rozana dhe Gjesti... Rion më tej gara, apo është i përcaktuar fituesi? Nisur nga mbështetja, ata brenda shtëpisë nuk e din, por ne e dim tashmë mbështetjen që ka gjithë secili prej tyre. Po, secili prej tyre, vetëm të dy, vetëm ajo pika më ashtu. Unë jam ja uroj Rozanës, por unë jam me publikun, nëse publiku vendos për Gjestin. Si të rezulton deri tani? Mbështetësit, pra, kush ka më shumë mbështetës prej tyre? Kam frikë Dafin, me të thënë vetëm kam frikë se mund të marri Rozana, se mund të ketë, jo kam frikë, në sensin që jo frikë kështu në sensin e keqe, kam frikë se mund të ndodhin në gjë se mund ta marrë Rozana për arsye sepse ka mbështetjen dhe fansave të Jozit, vetëm aty mi vet. Po në këtë moment mi kel është Gjesti. Po ka një kategori të madhe mbështetësish Jozi që tashmë mund të kalojnë në favor të Rozanës? Me sa pash mas asaj incidentit, kujtoha se do ta bastardoshin komplet figurën e Jozit. Kemi vetëm meme për Jozin në për TikTok-ra, në për Instagram, Facebook-ra, Dafin. Edhe unë kam shpërë, jo se unë mendoj që këtu ata i rikthehen gjithë në Rozanën. Nuk e di se sa mund të fitoj Gjesti në këtë. Por suksese, më të mirë, një fjallë, pota është e publiku dhe publiku vendos. Për sa i përket spektaklit, ju e dini shumë mirë, sepse punonin top, edhe unë kam një jetë që ju ndjek dhe topi është gjithmonë numër 1, e di si i bëjnë ato spektaklet e tyre, si e kanë rrëmbyer zemrat e gjithë shqiptarëve kujdo që janë, besoj. Kjo është ajo me ndjenjën dhe opinionin. Toros, të falenderoj shumë për këtë lidhje, por në fakt edhe për të tjerat në kemi diskutuar për gjatë të gjithë këtij edicioni, zhvillimet më të fundit, dinamikat, i kemi diskutuar në detaje duke analizuar edhe për audiencën. Të falenderoj edhe një herë, shkojmë në publicitet e kthehemi pas pak.